Mbaroj edhe shkalla dhe është gati për plak. Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. Edhe ju që jeni të reja, unë jam Elvira Shkurt Eli, kanali im quhet vlog me Elin. E di që këto të vjetra që më kanë ndjekur do thonë, o baba, kjo prap kështu e bërë hapje, domethënë. Unë jo si herët e tjera, këtë herë kam bërë hapjen sepse bëra dushë. Do bëjmë gati, do vishem se kam disa punë, se do ikim me një pushim 2 ditor, 3 ditë edhe 2 net domethënë, që do të shkojmë në një plazh larg nga këtu, nuk është shumë larg, është 1 orë e gjys për ata që jetojnë në Greqi, domethënë është në Kavala, por është një vend që quhet Tuzla, është shumë i bukur. Dhe ai sapo është ndërtuar, domethënë jo ndërtuar beach bare. Pra beach baret janë super të bukura. Ne kishim marrë kështu informacion, por nuk kemi qenë. Fatmir dhira goja, do ikim atje. Ai e mbylli hotelin fakt, unë nuk e dija fare. Argita me 2 menje se këto kanë organizuar një festë, domethënë, po nuk e di se ku shtëpi do t'i bjeri, po mundet që t'i bjeri shtëpinë tonë. Më duket do bëj një festë këto me pijama, diçka e tillë, gocat do qëndrojnë atë deri në mëngjes, atë deri në orën 1. Edhe s'kishte qef se nuk donte që të prishte këtë festën që të rinin gocat bashk. Janë diku tek 6 goca. U ktheva këtë matan, ajo që dua të bëj është që shtëpinë po që dua ta pastroj, po e lë një herë, nuk po e pastroj. Është e pastër, domethënë, kam pastruar, por e kam fjalën për këto pastrimet me themel. Kam këto batanien që mbaj për dekor të krevati dhe tashmë është shumë vap për këtë. Vetëm kur e shikoj, më kap vapa, por prap sado që është vap, kur ndes kondicionerin, kjo këtu kur shtrihemi, domethënë, që e vëm kështu butë faqa është shumë e mirë, nuk është që të mban vap kur ndes kondicionerin, jo kështu. Jo pa kondicioner. Unë këtë helajnë lavanderi nuk mundem dot që ta lajnë lavatrice, se mua lavatrica këtë nuk më nxe. Lavatrice ime është 9 kilshe, po kjo është më shumë, se është shumë e madhe, është shumë e rëndë. Domethënë kjo kështu siç është e thatë, peshon. Pastaj t'imagjinoj se sa mund peshoj në lavatrice, shumë e rëndë. Edhe më duhet që ta çoj ta laj, që ta palos dhe ta vendos tek baulja poshtë këtu tek krevati. Do bëhem gati, do vishem me të kuqe sot. Edhe doja t'ju tregoja që një pjesë të videos që e tregova para se me hap video, domethënë tek shkallët e shtëpisë, siç e pat, ajo është bërë para disa ditësh, mos them para 10 ditësh. Edhe tani është pjesa aty është rregulluar edhe më mirë tek shkalla dhe shpresojmë që në shtator ose në tetor na ka dhënë fjalën ai dritareve do mundohet që t'i sjelli, por e vështirë ka thënë sepse ka shumë punë, shumë e vështirë, por do mundohem thotë që bëj pamundur, të paktën na ka dhënë të fundit fare në tetor. Megjithse i tha të 2 muajt edhe shtatorin dhe tetorin, po shpresojmë domethënë që në tetor t'i ketë mbaruar, se vetëm ato na vonojnë. Të tjerat pothuajse kanë ecë shumë mirë, punimet janë shumë mirë. Kur të shkoj të gjithë pllakat, se ne pllakat domethënë ne dim çfarë do marrim, por po mendoja që e di që do ju pëlqej kjo gjë, me që më keni shkruar dhe shumë mesazhe në Instagram që na bëj vlog kur të zgjedhësh. Unë do ta bëj, domethënë nuk e kisha menu, po gjithsesi do bëj vlog edhe me pllakat që do zgjedh. Me të gjitha, domethënë tjera, çfarë do porosisim neve, por jemi tek pllakat edhe tek pjesa e këtyre pastaj të banjës. Edhe tek pllakat e banjës, do t'i bëj të katit parë ndryshe dhe të katit lartë ndryshe. Nuk do t'i bëj njësoj, se më duket sikur jam në një hotel. Kështu që do t'i bëj pak ndryshe, megjithse kati lartë e kanë gocat më tepër. Aty do me thënë i kemi bërë një salon të vogël gocave, 2 dhoma të gjumit gocave, banja, e tjerë, që unë do ju a tregoj kur t'i vi ora. Kështu që do bëjmë gati,
edhe do ikim, bëjmë ato punët e mia nga kam për të shku, nga s'kam për të shku, do nisemi në, jo sot, pas nesër do ikim, këto 3 ditë. Këtu është një fest, po besoj e festojnë të gjithë katolikët. Unë po pres një kna nga Shqipëria, por harrova t'ju thoja, mora një kna këtu të përgatitur dhe provova. Shikoni çik si kam marrë, sa harrova t'ju thoja. Po unë tani më duhet bëj prap banjo, që ta hiqë të pjesën e kuqet shumë të megjithse hiqet, nuk është që nuk hiqet. Edhe i bëra pak të kuqe flokët. Mora një kështu një ngjyrë qershie, më të hapur, jo të errët. Një qershie kuqe. Nuk e di se çam ka hypi qef, kështu e gjithë e kuqe, me buzkuqe, me veshje, tash edhe flokët, me ngjyrën e dashurisë. Jam në makinë sepse isha te shtëpia, mora kulur brazil të vogël, ma Adriana shumë këtë lloj kuluri. Është ky kuluri këtu, ka dhe në madhësi të vogël, edhe ka dhe të mëdhaja. Mora jo buk panine, mora dhe ëmbëlsirë për vete, mora ëmbëlsirë për çunat që punojnë, i çova një kuti me ëmbëlsira, kam parku këtu, kam parku mirë në fakt, por shumë vap, por shumë nxehtë, edhe këtu është rrugë kryesore, asfalti zie nga nxehtësia. Edhe do ju tregoj që këtë ëmbëlsirën do s'pëdot. Ekmek. Kjo quhet ekmek, që është me kadaif, e kisha fiksim, do ta bëj një dite. Kam ngrënë shumë nga këto, nuk e kam gatuar asnjëherë dhe nuk e di pse nuk e kam gatuar, kam shumë dëshirë domethënë që çdo ëmbëlsirë që shikoj, megjithëse ka me qindra, do thojë me mira receta ëmbëlsirash. Edhe si kam gatuar, më pëlqen që ti gatuaj. Tani unë duhet të marr ilaç për robe, duhet të marr klorinë, duhet të marr, domethënë ilaçe për larjen e shtëpisë, e shkallës jashtë. Edhe më duhet marr disa ilaçe, më duhet laj edhe tapetet, po tapetet e kam lënë për në mbrëmje. Se do të vat mirë në mbrëmje që ti ngrej ai se jam pak të rënd. Edhe vetëm një tapet do mbaj, megjithëse unë e kam hequr njërin, por që një do ta mbaj sepse sido që ti jo plurat, edhe kam bët që shkelim do me thëneve, do fshien divan dhe nuk dua, kështu që do ta lej një tapet. Do vendos ripin se do ikim, o sytë e mi si në përgjum, jam pak e lodhur, se do bëjmë i gati për të ikë do me thënë, edhe më duhet bëj gati pak valizën shpejt, 2 gjera. Vendosa syze se nuk po mundesha dot se nuk kam des as air condition te makinës. Atëherë më erdhën disa qershia nga Shqipëria dhe sapo i mora. I kam vendos kjo qesja, kam vendosur 2 gjërat e tjera. Më sollën kna nga Shqipëria që do t'i lyej flokët sot ose nesër, që t'i kem të lyera. Edhe tani direkt do marrim Adrianën edhe në shtëpi, se Adriana nuk ka shkollë dhe javës që vjen, domethënë, diku nga e premtë ja mbarojnë dhe nisemi. Sotit nenas Germanis. Che numero era con me? E lo faccio. Pra kjo është home tour dhomat, jo, kështu dhomë do me thënë hoteli. Kjo dhomë e vogël, ja, vetë një dhomë vogël kemi marrë këtu. Adriana, se Argita do rri me shoqet, do bëj natën e bizhamave, do rri me bizhamat e shtëpia. Ja, pra si që pa dhoma, shumë e bukur, këtu banja, edhe banja super. Po jo tregoj pak. Hello! Kështu që do ndrohemi edhe do vishim robet e plazhit. Dhe do shkojmë sepse plazhi është 2 hapa, domethënë nga hoteli këtu aty. E do të tregoj pjesën jashtë hotelit me pishinën edhe kishte pjesë më duket tip
me lule, do me thënë baci me lule, shumë bukur. Adriana i veshi robët e plazhit, tani do t'i vesh shumë, kemi bërë rëmuj, tani sa hapon valixhen. Atëherë, këto banane, limonat, po ju tregoj pak të veshjen time, është ky seti i punuar, tuta edhe këtë sipër me dy lule dhe kam veshur rrobe plazhit verdha, kështu që tani do zbresim nga hoteli të shkojmë poshtë te plazhi, Siç u thash është 2 hapa. Kështu që më duhet të mbyll derën. Adriana, shikoni pak, na e prishi krevatet. Kishin qef ato që kishin bërë si tip lule çarçafat, na e prishi Adriana. Çik gëzuar? Pa dosh. Më të dhe dhe. Nuk ta derdh ajo, po hajde zbajmë çik herë gëzuar. Lagë lata. Nuk do të rahaj. Mirë me ngjesi, vetëm unë do i tregoj çik pamjen këtë më parë. Gjithë kjo lishtje e beach bar që unë jam duke shku tani sa dole nga hoteli dhe do shoj pak deti në orën 6 të mëngjesit, por këtu bëka një i lajki, do me thënë pazar, edhe tani po i hapin gjërat atje, ka dhe gjëra kështu do me thënë fshati, produkte dhe prodhime fshati, do shoj pak detin e 6 të mëngjesit se kam fiksim, tjerët kam në gjumë. Edhe po afrohem këtu të me thënë tek deti që është vaj. Edhe i vreskojmë që kambat në mëngjes. Edhe ula këtu të shezlonët që i ka hoteli. Po e shijoj në maksimum. Edhe as po interesohem fare se si po e vendos telefonin, do me thënë që video të dalë mirë. Kalimera. Mora dhe kafen e mëngjesit. Adriana. Ja, i me dhe provoj, po s'pati sheqer? Tani sa hagrëm një suflaqi. Edhe unë ja bërë si pule lagme, po më thanë flokët. Tani u bëm gati për të ikur, mbaruan edhe dhe ditë këtu, një plazh, ku pjesa më e madhe e shezllonave ishte falas, do me thënë. Nuk na morën lek për shezllona, sepse neve ndruam, nuk shkuam vetëm tek ajo që kishte hoteli, na e donte zonjush Adriana me ndru. Edhe flokët e mia hakaret nga uji i detit, të ikit bëj banjo në shtëpi.
erdhem në fund të video se sa po bëra banjo, flokët i kam lënë pak krehur, kam veshur një set kështu me limona që ka dalë moda, me bizhame, edhe Adriana si bëra banjo, pra të gjithë banjo, pastaj thash të bëjmë mbylljen. Adriana me lojrat që e ka ngrit volumit, tash e uli çik. Do vendos lavatricën me peshqirat, me gjitha rrobat që kishim me vete. Pra do t'i vendos me ilan lavatrice, edhe do shijoj një kafe turki, sepse tani arritëm, s'kemi shumë, do me thënë. Tani është ora 6, po shkon 6, e do t'i fuzim një kafe turke, si kështu kemi ngrënë, kemi pirë, po vetëm kafe s'kemi pirë. Do bëjmë një kafe turke edhe mua duhet që të bëjmë mbylljen. Do të shihemi në videon tjetër, në next video. Miru pafshim!